Ti po që je komentuese shumë me kam tokë. Marrë thot 3500 euro në Angli thot dhe ble vetëm gjërat bazike se s'bën dot jetë. Po pra, unë jam plotësisht dakord me ty, po këto që komentojnë, nuk komentojnë gjithë edhe se ç'a bëjnë ato komente 50 veta, po Shqipëria është 1 milion banor Shqipëri, leqa janë statistika 3 milion. Po, këto që bëjnë komentet, nuk e di ç'a quajnë jetë, se unë nuk e quaj të bësh jetë me ekonomi mesatare që të shkosh në supermarket, edhe të marrësh ushqimet që janë më lirë. Shkosh të marrësh vjetën që është më lirë, të marrësh shumshin që është më lirë, të marrësh kocin që është më lirë, të marrësh makaronën që është më lirë, të marrësh orizin që është më lirë, të marrësh avokadon kur të bëhet më ofertë në herë në rast të festash, që se nuk e di që është avokado, ja po nejse po e zë si shembull, dhe të shkosh në dyqane, të shkosh të bësh shopping, të blesh rroba që kushtojnë më lirë, të shkosh te rrobat e përdorura, të blesh rroba që janë rroba mbeturinash, e shkosh të bësh shopping të blesh atlete me arkame, e shkosh të blesh produkte kozmetike që janë komplet me parfume me alkool. Pra, nuk e di ka quajnë jetë këta. Është shumë e vërtet, as në Shqipëri nuk dalin 3500 euro të jetosh, me shtrejtësinë e jetës që është bërë tani, me inflacionin ekonomik që është tani, realisht 3500 euro nuk bën dot, domethënë thjesht do blesh gjërat bazike, le për të bëje që s'ke shans. S'del dot as bësh një udhtim, as dalësh të vizitosh një vend bukur jashtë Shqipërisë, është shumë e vështirë. Në Shqipëri, imagjino në Angli. Por kam informacion që në Angli të paktën ushqimet nëpër supermarkete janë më të lira se sa që janë në Shqipëri, dhe cilësia e ushqimit në botë nuk ka të krahasuar me ushqimin e Shqipërisë, se cilësia e ushqimit në Shqipëri është cilësia më e ulët, sepse ne importojmë dhe shqiptarët nuk pagujnë dhe kemi cilësinë më të ulët të ushqimit. Absolutisht që nuk bën dot jetë. Nuk bën dot jetë, se nuk e di, shqiptarët quajnë jetë 3 gjithë ditën kafe, marrin një ujë me gaz aty, ose një ujë pa gaz, të marrin një kafe llum, që vjen e djegur dhe është cilësia më e ulët e kafes, dhe e quajnë luks, shkosh të hash një sanduiç atje me vaj 500 shekuj që që bëjnë të njëjtat gatime, vaj kancerogjen me 500 shekuj të njëjtin vaj. E këto quajnë shqiptarët të jetosh mirë, nuk e di domethënë ku jetojnë këta njerëz që bëjnë komente, nuk janë gjitha, absolutisht e theksoj këto që ju djeg videoja, që kujtojnë se të marrësh trend të bësh, domethënë të kesh 3000 euro muaj, kujtojnë luks, e quajnë luks, po jo luks që s'është pas as ekonomi mesatare nuk quhet me 3000 euro, të bësh jetë, të hash në për restorante, të shkosh të tisësh botën, e të vishesh me rroba luksi, ajo është bësh jetë, nuk është jetë shkosh e të blesh në supermarket çmimet më të lira të mundshme. Pa të gjitha lexosh ka 500 herë çmimet atje, se sa bën ky se kushton shtrenjtë se marr dot.